Valdet Xhaferi nga Aleanca Kombëtare për Integrim është zgjedhur kryesuesi i përbërjes së re të Këshillit Komunal të Gostivarit. Pro zgjedhjes së tij votuan 13 këshilltar, 12 nga Aleanca Kombëtare për Integrim dhe 1 nga LSDM, ndërsa kundër votuan 5 këshilltarët e VMRO-DPMN-s, 3 këshilltarët e koalicionit Vlen dhe 2 nga Partia Demokratike Turke u deklaruan të përmbajtur. Kush është për? Kureza. Etmeli. Ku e protiv? Kush është kundër? 5. Çekimsel olanlar. Vozdržani? Të përmbajtur? 5. Sayın Valdet Xhaferi, Gostivar Belediye Meclisi Başkanı seçildiğini ispat ediyorum. Tebrik ediyoruz. Me njëherë pas zgjedhjes, Xhaferi falenderoi kolegët për mbështetjen, duke theksuar se Këshilli do të punojë për të përfaqësuar në mënyrë të barabartë të gjithë qytetarët, pa dallime politike apo fetare. Ai shprehu keqardhje për uljen e numrit të këshilltarëve në Gostivar pas ndarjes së banorëve në rezident dhe jo rezident. Dua t'ju falenderoj të gjithëve për besimin, mbi gjitha kjo është një përgjegjësi e madhe. Vlerësoj se të gjithë bashkarisht, pa dallim përkatësisë politike, etnike, fetare, në frym konstruktive, me transparencë të plot, në konsultim dhe koordinim të vazhdueshëm, bashkë do të punojmë që të sjellim vendimet më të mira, më të dobishme, për një qëllim të vetëm shumë fisnik, qytetin tonë të shtrenjtë Gostivarin. Dua që të falenderoj për udhëheqjen e kësaj seance doktorin e nderuar Sherafedin Bebën, të përshëndes kryesuesin e deritanishëm të Këshillit Komunës së Gostivarit, profesorin Namik Durmishi, dhe nëpërmjet tij të përshëndes të gjithë këshilltarët që për 4 vite në mandatin e kaluar dhanë kontributin e tyre pikërisht në këtë institucion. Para se ta përfundoj këtë fjalën time të shkurt, me keqardhje dua të konstatoj se ne sot bëm verifikimin dhe konstituimin e Këshillit të Komunës Gostivarit me 23 antar. Vlerësoj se padrejtësisht Gostivarit ju janë shkurtuar 8 mandatet e Këshillit, pra nga 31 kemi ardhur në 23, dhe kjo ka ndodhur si pasojë e asaj se mërgata jon, diaspora jon, është llogaritur si jo rezidente për qytetin tonë, e që është pjesa ma sublime, ma e shenjtë e jona, dhe nëpërmjet mediave dhe këtij fjalimi dua të përshëndes të gjithë mërgjimtarët e Gostivarit, të cilët për qytetin tonë japin një kontribut të jashtëzakonshëm në çdo drejtim. Dua që ta shfrytëzoj këtë mundësi, të drejtohem të gjithë kolegëve, këshilltarë dhe institucioneve tjera, që të japim kontributin tonë maksimal edhe ne si Këshill, që të mundemi të rikthejmë Gostivarin në vendin që e meriton, mandatet e Këshillit të jenë në 31, por edhe të gjitha të drejta, detyrimet dhe obligimet të cilat dalin nga ky shkurtim ti rikthehen qytetit tonë Gostivarit dhe mbi gjitha ti kthehen qytetarëve të Gostivarit për arsye se ata më së shumti e meritojnë. Bashkë shpresoj se do të dalim faqebardh,
Vi благодарам на сите. Hepinize çok teşekkür ederim. Konstituimin e përbërjes së re ndoqi nga afër edhe kryetari i komunës Valbon Limani, i cili u bëri thirrje këshilltarëve që interesin e Gostivarit ta vendosin mbi interesat partijake. Fillimisht ta shfrytëzoj rastin që ta uroj mikun tim Valdet Xhaferin për postin e kryesuesit të Këshillit dhe nuk kam dyshim që do ta udhëheqish mbi gjitha me sukses dhe dinjitet Këshillin Komunal të komunës së Gostivarit në këto 4 vitet e ardhshme. Të nderuar miq këshilltar, para se t'ju them juve disa fjalë, të shfrytëzoj rastin të falenderojmë këshilltarëve të cilët ishin në mandatin paraprak, prej vitit 2021 deri në vitin 2025. Shumica prej tyre nuk janë këtu, janë veç Namiku edhe Alushi. Dua të gjithëve t'ju falenderoj për gjithë punën që e kanë bërë, edhe për gjithë kontributin që e kanë dhënë në zhvillimin e komunës Gostivarit gjatë këtyre 4 viteve paraprake. Ndërsa juve tani t'u uroj mandatet dhe do t'ju drejtohem thjesht me një porosi. Do t'ju tregoj se Gostivari, qyteti ynë, është për te gjithë politikave. E shohim 15-20 vitet e fundit çka ndodh dhe do t'ju lus që për çdo pikë, për çdo projekt i cili ka të bëjë me interesin e qytetarëve dhe qytetit tonë, të gjithë të jeni unik dhe të gjithë t'i përkrahni të njëjtat që mos na ndodh nesër edhe ne fëmijët tanë t'i përcjellim për në mërgim. Unë nuk dyshoj se do të ketë edhe debate, ndoshta edhe përplasje, por besoj që të gjithë do të jenë konstruktive dhe të gjithë do të jenë në interes të qytetarëve dhe të komunës së Gostivarit. Mua nuk më mbetet asgjë tjetër, veç që dëshiroj sukses në punën tuaj në këto 4 vitet e ardhshme dhe uroj që të gjithë ne ta shohim Gostivarin si një vend më i mirë për të jetuar. Emri Xhaferit ishte i vetmi propozim për kryesues i paraqitur nga grupi i këshilltarëve të Aleancës Kombëtare për Integrim. Pas votimit të propozimit, këshilltari Martin Andonovski nga VMRO-DPMNE kërkoi që pika e zgjedhjes së kryesuesit të tërhiqet nga rendi i ditës, së bashku me 2 pika të tjera që ishin në vazhdim të rendit të ditës, me arsyetimin se nuk kanë pasur mjaft kohë për konsultime dhe se ato duhet të shtyhen për seancën e ardhshme. Честитки, успешен мандат на сите советници. Се надевам дека ќе имаме плодна работа. I nderuar kryesuesi i Këshillit, mandat të suksesshëm të gjithë këshilltarëve. Besoj se do të kemi punë të begatë, pasi ne jemi të zgjedhur nga populli dhe në interes të popullit duhet punojmë për komunën e Gostivarit, për përparim, prosperitet dhe të mirën të gjithëve. Në 4 vitet e ardhshme do të jemi kolegë dhe fjala kolegë është domethënëse që ne kupton se duhet të tregojmë unitet në interes të komunës dhe qytetit. Në lidhje me pikat 3, 4 dhe 5, si grupi këshilltarëve të VMRO-DPMNE-s, kërkojmë shtyerje për miratimin e këtyre pikave dhe po ashtu kërkojmë në të ardhmen të kemi më shumë transparencë rreth detyrave dhe qëllimeve paraprake të konfirmuara, sepse si këshill duhet punojmë në interes të gjithëve. Kërkojmë kohë shtesë prej 3-4 deri në 5 ditë që të jemi konkretisht të njoftuar për të gjitha këto çështje. Si grup këshilltarësh kërkojmë edhe një herë që këto 3 pika të shtyhen deri në seancën e ardhshme që të mund të koordinohemi. Kryesuesi sapo zgjedhur Xhaferi ju përgjigj se këshilltarët kanë pasur një kohë për konsultime dhe rikujtoi se menjëherë pas konstituimit, Këshilli do të zhvillojë seancën e parë kur në rendite është rishikimi i dytë i buxhetit të komunës, i cili sipas afateve ligjore duhet të miratohet deri më datë 15 të këtij muaji. Frymën e mirëkuptimit, edhe pse 7 ditë kemi pas kohë të gjithë për këto pika që të përgatisim propozime. Vlerësoj se do të kemi mirëkuptim që është edhe seanca e parë dhe miratimi i rebalansit të buxhetit cilën e kemi në të paraparë me afat kohor dhe ligjor, sido që tjetë propozimin e kolegut Martin për shtyerjen e pikave cilat i propozoj, do ta hudhim në votim.
Propozimi Andonovskit u hodh poshtë me votat e shumicës. Seancën konstituive deri në zgjedhjen e kryesuesit e udhëheqi këshilltari më i vjetër Sherafedin Beba nga Partia Demokratike Turke. Më herët u formua edhe komisioni 5 antarësh për verifikimin e mandateve. Pas raportit të këtij komisioni, këshilltarët dhan betimin dhe nënshkruan deklarata solemne. U zgjodhen edhe 3 komisionet e tjera, ai për financa dhe zhvillim ekonomik lokal, për planifikim dhe zhvillim të hapësirës dhe mbrojtjes të mjedisit dhe natyrës, si dhe ai për aktivitete publike. Këshilli i ri Komunës së Gostivarit numëron gjithsej 23 antar.